E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndaluar te ky djali që në fakt në median sociale, në për rrjetet sociale, po bën namin. Babai i tij hyri për t'i treguar që nuk duhet të jesh afër bijës, në fakt nuk më pëlqen ofendimi që i erdhi bijës publikisht nga ana e familjes së Tonit, por është më se normale për një baba i cili të kujdeset për të birin e tij. Shoh ca komente që thonë që ai është 30 vjeç dhe duhet vendos për të ardhmen e tij. Okej, në rregull, ai mund të vendos dhe normalisht që familja me patjetër nuk i përzihen se çfarë ai do të zgjedhën, por ato janë brenda një shtëpie të izoluar pa informacion dhe ndoshta nuk njihen mirë mes njëri tjetrit dhe besoj që respekt e përbjen, por të gjithë ju të cilët keni fëmijë dhe ne që jemi, nuk tradita jon nuk e çon një vajzë nga OnlyFans për t'u bërë nuse në një shtëpi. Të paktën prindërit kanë parë një diçka më shumë dhe kanë hyrë mes tyre, por siç duket, informacioni i babit, nëse ta quajmë informacion, i ndihmoi Tonit për të krijuar emocione të reja. Toni po fillon të krijon një lidhje emocion dashurie me një vajzë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Sot janë zgjuar duke u përqafuar, sot janë zgjuar duke i dhënë emocion njëri tjetrit pafund, sot janë zgjuar duke shijuar momenten Big Brother, flasim për Tonin edhe për Benitën. Siç duket Toni ka vendosur që t'i vë syrin njërës gocë brenda në shtëpi. Edhe pse Toni ka vajzën 13 vjeç jashtë, ka fëmijë të rritur, domethënë ka bërë një martesë në moshë të hershme, histori që e ka treguar brenda shtëpisë së Big Brotherit deri diku, por siç duket me Benitën tani po fillojnë ato përqafimet e para, emocionet e para. Sot e shihja Benitën shumë të lumtur në krahët e Tonit, sot e shihja Benitën shumë të gëzuar në krahët e Tonit, sikur po e shijonte pafund këtë emocionin brenda në shtëpi. Benita siç duket e mori këtë lajmin e parë që Toni do lidhet me të. Tani Alba nuk është se ka folur, sepse mua m'pëlqejnë komentet e Albës. Alba jep ca komente gjigante që nga komenti krijon një debat të madh në shtëpi që gjithë shtëpia gjurulltiset, le ta themi kështu, por që po lindën diçka mes Benitës edhe mes Tonit, kjo është më e sigurt. E pash që Toni e dëgjoi babain, mesazhin e babait të tij dhe filloi që të afrohet mes Elionës. Por Eliona në një farë mënyre e largoi disi dhe nuk ja dha këtë luksin që Toni të fliste, të vazhdonte të komunikonte, të ndërtonte diçka mes tij edhe mes saj. Dhe Toni e pa që nuk ka, domethënë, më mundësi tek Eliona, ai vazhdoi tek Benita, domethënë filloi tek Benita dhe siç duket me Benitën po krijojnë dhe po ndërtojnë një emocion të ri. Si e shikoni ju, mund të lidhet Toni me Benitën?